Ajo është pa diskutim një nga aktorët më të mira shqiptare, po flasim për Luiza Gjuvanin. Luiza është nga ato aktore të veçanta që japin mesazhe edhe pa folur. Qëndrimi i saj, brishtësia dhe mimika e fytyrës thonë më shumë se 1000 fjalë. Megjithatë, jeta nuk është e sigurt për askënd dhe asnjëherë nuk i dihet si të vjen. Në kulmin e shkëlqimit të saj, jo vetëm si aktore, por edhe në politikë si deputete, Luiza Gjuvani u detyrua të jepte dorëheqje dhe të kërkonte falje publike për veprimet e kundralishme që bëri i biri, Konstantin Gjuvani. I biri u dënua me burgim të përjetshëm, por duke aplikuar gjykimin e shkurtuar, ai u dënua me 39 vite burg. Një tragjedi kjo për 2 prindër artist dhe intelektual. Me këtë dënim, djali i Luizës u fut në burg, djali i ri dhe pritet të dalë i moshuar nga qelia. Kjo është një peshë e jashtëzakonshme për 2 prindrit. Fillimisht, Luiza u tërhoq nga skena, ndërsa bashkëshorti, për të kaluar mërzinë e akumuluar, u zhyt në punë. Regjizori i njohur, Gjergj Gjuvani, kishte shkuar në Itali për t'i dhënë dorën përfundimtare filmit Liçeni im, kur Luiza mori lajmin se bashkëshorti kishte ndërruar jetë në një dhomë të hotelit. Ajo kishte folur me bashkëshortin atë ditë dhe ai nuk kishte paraqitur asnjë shqetësim, ndërsa telefonatën e fundit, regjizori Gjergj Gjuvani e kishte bërë me aktorin Ndriçim Çepa. I pyetur për këtë telefonat, Ndriçimi tha: "E mora në telefon se më duhej një kontakt. Më tha se ishte në Rom dhe do i jepte dorën e fundit filmit, ndërsa familjen e kishte nisur me pushime. Ishte shumë mirë kur folëm, shkëmbyen batuta dhe bëm humor, por pak pas asaj telefonate, ai ka ndërruar jetë." Nga ana tjetër, mjekët shprehen se në raste kur ngarkesa emocionale është e madhe, mund të ndodhin edhe humbje jete. Mërzitja e akumuluar mund të japi edhe pasoja fatale. Në funeralin e babait u pa edhe i biri me pranga në duar, në mbikëqyrjen e policëve. Gabimi i Konstantinit i peshon më shumë, sidomos tani që ai ka humbur të atin.